فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Falendrimi dhe lavdrimi I takon Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet u na dërgojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre që e pasua dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, buni el islamu ala khamsin. Thot është ngritur Islami, është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla. E para prej tyre dëshmia se s'ka të adhuruar me merit pos Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguar I Allahut. E dyta falja namazit, e treta dhënia zakatit, e katërta agjerimi I muajit të Ramazanit dhe e pesta vizita e Qabes së bekuar për atë I cili ka mundësi me arrit deri tek aja. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Walillahi 'ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Dhe për hir të Allahut është bërë detyrë vizita e Qabes për atë I cili ka mundësi me arrit deri tek aja. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu në Kur'an: "Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka mubaraka hudan lil-alamin." Që do të thot, me të vërtet, shtëpia e parë apo xhamia e parë e ndërtuar me qëllim adhurimi në tokë është aja e cila gjendet në Mekë. Aja është e bekuar dhe është udhëzim për njerëzit. Transmeton Ebu Dherri radiallahu anhu, I cili thotë kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe I ka thënë: "Ja Rasulullah, o I dërguar Allahut, cila është xhamia e parë ndërtuar në tokë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha: "Mesjidul Haram." Tha: "Qabja bekuar." Pastaj thotë pyeta: "Pastaj cila është?" Tha: "Pastaj është Mesjidul Aqsa." Pastaj thotë pyeta: "Sa ka qenë mes këtyre dyja?" Thot 40 sene. Thot ka qenë 40 vjet. Pra distanca kohore. Pastaj e pyeta thot cila? Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha: "Dhe kudo që gjendesh në tokë dhe nxa koha namazit, thot fal atë, si në nështrim ndaj Allahut, nga se më është bërë toka xhami." Qifutet jahudit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I thanin sahabëve se kibla jon, pra Mesjidul Aqsa, është xhamia e parë në tokë. Ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti ajetin ku tregon se xhamia e parë në tokë është qabja e bekuar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se qabja është xhamia e parë në tokë e ndërtuar për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj edhe dietarët kanë polemik pra divergjenca se kush e ka ndërtuar I pari. Një mendim I dietarëve është që e ka ndërtuar me laqet e Allahut. Një mendim është që e ka ndërtuar Ademi alayhi salam I pari. Dhe një mendim është që e ka ndërtuar Ibrahimi alayhi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ndërtimin që ja ka bërë Ibrahimi alayhi salam, edhe pse mendimi më I saktë është që Ademi alayhi salam me laqet e kanë marruar së bashku qabën e bekuar. Dhe pastaj ka bërë haxh Ademi alayhi salam dhe me laqet I kanë thënë Allahu ta pranoft haxhin tënd. Pastaj ka vazhduar qabja duke u ndërtuar. Dhe Ibrahimi alayhi salam gjithashtu I ka vendosur themelet e qabës së bekuar, së bashku me Ismailin, djalin e tij.
Edhe pastaj kur e kanë ndërtu qabën, kanë ba doa dhe jenë lutë. Ndëgjani vëllezër të nderuar se çfarë lutje ka bërë Ibrahimi a.s. Është lutë Ibrahimi a.s. dhe ka thonë: Fej'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Dhe o Zoti jon, beje që zemrat e njerëzve të mallëngjejen dhe të përmallohen për këtë vend. Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka përgjigj duas e Ibrahimit a.s. Nga se ishe njerëzit prej nacionaliteteve të ndryshme dhe moshave të ndryshme, she burra dhe gra, she me të meta e pa të meta, se si jam syn këti vendit të bekuar. Me gjithë se gjindet në një gurin, pro me ka është gurin, kodra, po me gjithat Allahu Gjellewala ka bo që zemrat e njerëzit përmallohen për qabën e bekuar. Prandaj ka ardhur dhe ajeti kuranor af'idatan minan nas. Pra zemrat, kjo fjala af'ida në gjuhën arabe është kur digjet zemra për diçka. Pra digjet zemra për qabën e bekuar. Pra kur përmenet qabja ndryshojnë edhe ndjenjat, për shkak asoj hejbis, edhe prestigjit dhe pozitës të madhe që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe u lut Ibrahimi a.s. që mu përmallu zemrat. Pra bane që zemrat e tyre tahwi ilayhim. Fjala tahwi në gjuhën arabe është si me gjuni guri pe slarti. Pra me shpejtësinë se sa shohet e poshtë. Apo si që ka përmend pejgamberi a.s. një guri karo pe buzës së xhenemit thët të poshtë, shpejtësinë e tij. Dhe ka arrit për 70 vjet. Prandaj subhanallah kjo fjala që ka orën këta jetë madhështor të Kuranit fisnik. Është që shpejtoj njerëzit, pra mundësia por që vjen jam sy në këtë vend të bekuar. Për arsye se është vend ku Allahu Gjellewala i ka thirrë njerëzit. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala kur thlet për qabën thët: Fihi ayatun bayinat. Thët atu ka shenjat e qarta. Maqamu Ibrahim. Thot dhe ato është maqami Ibrahimit. E prej shajave të qarta që Allahu Gjellewala i ka përmend për qabën e bekuar, vëllezër të nderuar, është se ajo është mubarakën, pra është vendi bekuar, dhe është vendi më i mirë dhe më i zgjedhur dhe më i dashur Allahut azza wa jalla në tokë. Dhe si thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, një namaz në qabën e bekuar është ta 100.000 namaze jashtë asaj. Dhe gjithashtu atu gjenden shenjat e tjera, që është maqami Ibrahimit. Pra maqami Ibrahimit dënë të thët janë 2 këmbët e Ibrahimit a.s. Kjo mrekulli, pra që sa ka vdek Ibrahimi a.s. që ka ndërtu qabën, e që kanë bet gjurmë të tina, edhe sa dhe kësoj dite janë të vendosra të ky maqami, që është në një distancë dhe më honë dikon parafërsisht 15-20 metra për i qabës. Dhe janë këmbët gjurmet e Ibrahimit a.s. që ka shkel në këtë vend ka ndërtu qabën e bekuar. Pastaj prej shajave tjera, vëllezër të nderuar, është që është guri zi vendosur. Guri zi kur ka zbrit Ademi a.s. prej xhenetit, ka zbrit me të në sjetulla. Dhe ka qenë i bardhë. Mirë po për shkak me katëve të njerëz është në zi. Dhe guri zi, këtu fillon përshëndetja qabës e bekuar. Përshëndetet me dorë. Mirë po nëse është mundësia me pusë është edhe ma mirë. Prandaj, thot pejgamberi a.s. për këtë guri, që është shaje qartë të qabës e bekuar, thot e regjistron se cilin haxhi dhe se cilin umregji që vjen, dhe në ditën e gjykimit Allahu Gjellewala ja jep 2 porsy, 2 sy, edhe ja jep 1 goj, edhe ka me fol, dhe e regjistron se cilin haxhi që vjen e qabën e bekuar. Dhe gjithashtu, vetë qabja, vëllezër të nderuar, si thot Ibn Taymija rahimahullah, kur e shpjegon emrin e Allahut El Hafidh, që don të thotë ruajtësi, thot merr shembull se si Allahu azza wa jall që sa vjet e ka ru dhe vazhdon me ru qabën e bekuar. Kur e ka thënë këto Ibn Taymija,
para 700 e so vjete, mirë po kanë kalu dhe 700 vjetë tjera deri në ditët tona sot, dhe vazhdon çabja. Sa pallati, sa arkitekti, sa pallati i fortifikuar dhe ndërtesat e larta gjigante, jenë ndërtu në këtë tokë dhe muret jenë botë të trasha, mirë po s'kan mujt me i rezistue, s'kan mujt me i rezistu kohës, kurse çabja vëllezër të nderuar vazhdon të jetë në këmbët e saj, të melet e saj dhe në shtyllat e saj, dhe kjo është mrekulli që Allahu xhelalu ala e ka lënë dhe e lën çabën e bekuar të ruajtur. Gjithashtu vëllezër të nderuar, çabja nuk është si çdo vend tjetër, nga se Allahu xhelalu ala thot: "Wa man dakhalahu kana amina", dhe kush do që hyn atë është i sigurt. Çfarë është për qëllim i sigurt? Shamull nëse ka vjedh dikush dhe hajni që i preje dora, nëse ka hin qabe, ati do të ngushtohet rrethi, se ato s'ba me ju prej dora. Mi po nuk i japet qire, pastaj ngushtohet rrethi do më deri sa u del jashtë qabës. Kur del jashtë qabës, atër merret dhe zbatohet ligji Allahut azza wa jalla bete. Dhe kështu me gjithë se cilin që ka ikë prej dispozitat Allah dhe është strehun qabe. Pra është i sigurt, në qabe nuk i preje dora. Dhe gjithashtu Kane amina, pro kush hynet është i sigurt prej zjarrit e xhehenemit. Allahu xhelalu ala run, nga se haxhiu dhe umrëgjiu është musafiri Allahut subhanahu wa taala dhe ka shku në shtëpinë e tij për t'i kërkuar Allahu xhelalu ala prej rahmetit e tij dhe mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu azza wa jalla siguron dhe ruan dhe liron prej zjarrit e xhehenemit. Gjithashtu prej shajave që janë të qarta në këtë vend është kodra Safa edhe Merwa. Pra inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Thot Allahu Safa dhe Merwa, këto dy kodra janë prej simboleve të Allahut. Pra këto dy kodra gjithashtu bëhet sa'i, që do të thotë vrapimi 7 herë këto dy kodra, dhe këtu ka vrapue Hajeri alayhi salam në kërkim të ujit për Ismailin alayhi salam, pra në një vend ku nuk ishte as bim, as ujë. Atëherë Allahu xhelalu ala tregon për shajën tjetër se si ka bon me zbrit Xhibrili a.s. me izën dhe lejen e Allahut, dhe pastaj me godit tokën, e pastaj me dal ky burim që njihet si burimi Zemzem. Edhe këta ujë vëllezër të nderuar është ujë të bekuar, është ujë që ka thonë pejgamberi a.s. liman shuri bele, është me çfarë njihet e pin. Nëse e pin me shërim, shërohesh, nëse e pin mu bo djetar, po është djetar. Vetëm se kthehet e çështja e zemrës, sa më i sinqert me kam për Allahun xhelalu ala. Pra burimi Zemzem që nuk dihet se nga vjen vëllezër të nderuar. Pra në aspektin e studimit tokës ka po vjen gjithë ta ujë. Mirë po në mrekullitë e Allahut subhanahu wa taala ka mbet shaj fihi ayatun bayinat. Pra ato ka shajat e qarta dhe prej shajave është edhe pusi i Zemzemit apo burimi i Zemzemit. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, nga shajat e qarta që ka përmend Allahu se në këtë vend, pra në qabën e bekuar, është edhe ajo se kushdo që ja ka mësye me të keqe këtij vendi, Allahu azza wa jalla ka dënuar këtë botë dhe ka dënuar botën tjetër. Për atyre që ja kishte mësuar me të keq këtij vendi për ta shkatruar, ka qenë edhe Abraha, pra një mbret që vinte nga Etiopia, mirë po ishte vendosur në Yemen, dhe i kishte marrë elefantat dhe ushtrinë e tij për ta shkatruar, dhe kur u shtafrua afër Qabes, atëherë elefantat janë ndal, e pastaj i kanë godit për mi nxit ka Qabja, mirë po nuk kanë lëviz, dhe kur i kanë kthy ka Yemeni kanë lëviz, atëherë tu kanë këtë sikletin e tyre, se si me i kthy elefantat ka Qabja. Allahu xhelalu ala shanzaj që bartnin gurë në sqep dhe në këmbët e tyre dhe gjunin ushtarët e brehes. Prandaj edhe mushrikët e Mekës, pra pa besimtarë që kanë qenë paraorës pejgamberit alayhis salam, kur i ka pas pejgamberi alayhis salam 35 vjet, jenë tut me e restaurue qabën e bekuar. Pra me kanë thonë zguxojnë se me bo, me prek, mos po na vjen dënimi që e ka gjetë Ibrahim. E që kanë vendosur? Kanë thonë Zot, me zemër dhe me shpirt, ne nuk po dojna me i bo diçka të keqe. Qëllimi është vetëm po dojna me restaurue. Atëherë kanë prish një pjesë të vogël, e kanë thonë po presëm deri në mëngjes, apo e gjon diçka në veten e tyre së familjet e tyre. Edhe kanë prit kur janë zgjuar mëngjes, o kanë prit mos po ndodh diçka e keqe. Kanë pyet njëri tjetrin, a ka ndodhur diçka në shtëpinë tënde?
familjen tënde, në vladin tënde, kështu me radhë. Kur jenë bind se s'ka diçka e keqe, atëherë kanë prish për me restauru dhe me ndërtu për shkak se qabja me kalimin e kohës dhe me erat, fryma që kishin fryje, shira që kishin ra, kishte filluar të shkatruaj kështu me radhë. Prandaj e ka nis me këtë mjet dhe me këtë mjet lejuhet përmirësimi i saj dhe restaurimi, ndërsa me mjet senimi dhe shkatrimi, atëherë Allahu na rujt përveç qabës dhe xhamia tjera kur të që mësin, i lënë Allahu azza wa jall ibrat dhe mësim për të tjerët. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur këtë vend dhe e ka vendosur haxhin si shtyllë të Islamit, dhe Allahu subhanahu wa taala i ka thirr njerëzit, krijesat e tij që t'i përgjigjen Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po e gjithë kjo përgjigje është men istata'a ilayhi sabila, ai i cili ka mundësi me arrit tek ajo. Pra ka mundësi financiare, është fizikisht i furt, ka mundësi të mos sigurohet rruga, pastaj ka mundësi me qëndru atje, pastaj ka mundësi mu kthy, edhe ka mundësi që ka me ilon familjes vet. Pra që kja është aja mundësia, e nëse mas që saj nuk shkën, atëherë Allahu na rujt, Allahu ka me të morë në pyetje, e ka mundësi ka me denue, pse si shku në qabën e bekuar, ama nëse si ke pos mundësit, edhe s'ka orë shanca kur, atëherë nuk të merë Allah zë gjenë pyetje, edhe nuk dënën Allahu subhanahu wa ta'ala, wa yaqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, pa dyshim se ai i cili shkon në hax dhe e kryen këtë shtyllë të Islamit, Allahu subhanahu wa ta'ala shpërblen me shpërblime të shumta. Dhe prej tyre ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se e liron prej zjarrit të xhenemit. Dhe si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë që Allahu azza wa jall liron nga zjarri i xhenemit njerëz me shumë se sot dita Arafatit. Derisa, thot pejgamberi alayhis salam, zbret Zotin qiellin kësaj dynjas, dhe mburret para melaqe, dhe u thot melaqe, o melaqet e mia, pse kanë ardhur ta njerëz dhe pse ndalën në Arafat? Atëherë melaqet i thonë, o Zoti jon, e kërkojnë faljen, e kërkojnë rahmetin dhe mëshirën dhe lirimin e zjarrit të xhenemit. Atëherë Allah thot, u kam dëshmitare që nuk kam fal juve. Pra Arafat, vëllezër të nderuar, thot pejgamberi alayhis salam për të hajjul Arafa, thot haxhi është Arafat, pra duhet me dal kit haxhit të botës këtë vend. Dhe këtu thuhet që kur ka zbrit Ademi alayhis salam për xhenetin, edhe Hawa alayhis salam pasi kanë humbur pemën ndaluar, atëherë njëri ka zbrit në Gjidde, është 75 kilometra prej Qabës, edhe tjetri ka zbrit në Indi, dhe pastaj janë zatet apo janë takuar në Arafat. Dhe këtu Allahu azza wa jalla kanë kërkuar pendim dhe falje, dhe Allahu subhanahu wa taala ka fal. Dhe kjo kodër, edhe pse s'ka argument, kanë thënë disa dietarë se quhet kodra e rahmetit, për shkak se Allahu azza wa jalla zbret rahmet mbi krijesat dhe i përgjigjet robëve të tij të dashur, të cilët ju kanë përgjigjë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush do të kryen haxhin, atëherë ai ka fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, el hajjul mabrur, thot haxhi pranuar nuk ka shpërblim tjetër pas xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala si shpërblim është që e fal haxhiun. Mirë po, këtu te falja kanë diskutuar dietar. Kanë thënë fal që ka lidhen gjunohet e tina me Allahun azza wa jall. Ndërsa sa i përket nëse gjunohi tina është me hakin e njerëzve, atë mbetet peng. Pra nuk ja fal Allahu subhanahu wa taala deri sot ja kthen hakun. Nëse ja kthen këtë dynjë mirë, nëse ja kthen këtë dynjë, atëherë sevapet e tina do i kalojnë ditën e gjykimit deri sot barazohet me hakin e njerit. Nga se hakët janë dy lloje, haki i Allahut dhe haki i njerit. Haki i Allahut është me adhuruar këtë dynjë, ndërsa haki i njerit është mos me bëu zullum këtë dynjë. Edhe e fundit, vëllezër të nderuar, thot haxhit janë musafir të Allahut. Pra mjafton si shpërblim për ta që janë musafir të Allahut subhanahu wa taala dhe ju kanë përgjigjë Allahu xhelalu ala. Elus Allahun azza wa jall se mu dhe juve Allahu na mundson me kry haxhin. Elus Allahun azza wa jall se si musliman i cili
ekziston në rruzullin toksor, Allahu azza wa jall t'ja mundson me kry hoxhin. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që ata që s'kan mundësi me shku në haqë, Allah azza wa jall t'ja mundson. Dhe thot Ibn Rajab al-Hanbali, vëllezër të nderuar, kush nuk ka mundësi me mësy haxhet me mundësi financiare edhe fizikisht dhe me këmbët e tina, atëherë le t'ja mësy me zemrën e tij Allah, nga se Allah azza wa jall është i gjallë, është i përhershëm. E lusim Allahun azza wa jall që të jemi të kthyer gjithherë ka ai me veprat tona dhe zemrat tona, dhe Allah azza wa jall na ban të sinqert në zemrat tona dhe fjalët tona dhe veprat tona. E lusë Allahun azza wa jall që Allah t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë, e në veçanti ata që janë në Gaza. E lusim Allahun subhanahu wa taala që ky bajram i cili vjen të jetë fitore dhe gëzim për muslimanët. Allah azza wa jall ju shpërblyf me të mirat e xhenetit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون